Debati mes Selinës dhe Mirit shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi pas disa diskutimeve të mëparshme dhe situatave që kishin krijuar dyshime dhe pakënaqësi tek Selina, e cila këtë herë vendosi të flasë hapur dhe pa u përmbajtur. Me tone të ashpra dhe shumë e revoltuar, Selina përballet drejt për drejt me Mirin dhe i thotë se ai është manjak dhe se sjellja e tij brenda shtëpisë është e papranueshme. Ajo shprehet se për një kohë të gjatë kishte zgjedhur të heshte dhe të mos reagonte, por tani thotë se nuk mund të tolerojë më atë që sipas saj është një sjellje e papërshtatshme dhe e pandershme. Selina vazhdon duke thënë se Miri nuk meriton asgjë dhe se sipas saj ai nuk ka treguar respekt ndaj askujt brenda shtëpisë. Ajo shprehet se tani më në fund dhe kupton se çfarë personi është ai në të vërtetë dhe se është zhgënjur shumë nga sjelljet e tij. Ajo tregon se dikur kishte besuar tek ai dhe kishte menduar se ai ishte një person i mirë, por me kalimin e kohës thotë se ka parë një anë tjetër të tij që nuk i pëlqen as pak. Sipas Selinës, shumë situata që ajo kishte injoruar më parë tani kanë filluar të marrin kuptim dhe e kanë bërë të ndryshojë totalisht mendimin për Mirin. Miri përpiqet të mbrojë veten dhe i kërkon Selinës të mos përdor fjalë kaq të rënda ndaj tij. Ai shprehet se ajo po e keq kupton dhe se nuk ka bërë asgjë nga ato që ajo pretendon. Ai mundohet të shpjegojë veprimet e tij dhe thotë se gjithçka është egzageruar. Por Selina nuk tërhiqet dhe vazhdon debatin me edhe më shumë vendosmëri. Ajo i thotë se nuk është më naive dhe se nuk do të mashtrohet më nga sjelljet e tij. Sipas saj, Miri gjithmonë përpiqet të justifikohet dhe të ndryshojë situatën në favor të tij. Debati bëhet gjyknëja më i fortë, ndërsa banorët e tjerë mblidhen përreth për të parë çfarë po ndodh. Disa përpiqen të qetësojnë situatën dhe i kërkojnë Selinës të flasë më qetë, por ajo vazhdon të shprehë gjithë pakënaqësinë e saj. Selina thekson se tani e kupton shumë qartë karakterin e Mirin dhe se nuk dëshiron të ketë më asnjë marrëdhënie të afërt me të. Ajo shprehet se nuk i beson më dhe se nuk dëshiron të ketë më asnjë kontakt përtej atij të detyruar brenda shtëpisë. Ajo gjithashtu thotë se ndihet e shkënjur me veten që i kishte dhënë besim dhe kohë një personi që sipas saj nuk e meritonte. Selina tregon se kjo situatë ka bërë të reflektojë shumë dhe se tani do të jetë më e kujdesshme me njerëzit që e rrethojnë. Miri, nga ana tjetër, shprehet i prekur nga fjalët e Selinës dhe i thotë se ajo po e gjykon pa arsye. Ai këmbën ngul se nuk është ashtu siç ajo e përshkruan dhe se ajo po ndikohet nga mendimet e të tjerëve. Por Selina i përgjigjet menjëherë duke thënë se askush nuk e ka ndikuar dhe se gjithçka që po thotë është rezultati i asaj që ka parë dhe përjetuar vetë. Ajo shprehet se vendimi i saj është përfundimtar dhe se nuk ka më kthim pas. Tensioni mes tyre arrin kulmin kur Selina përsërit se Miri nuk meriton asgjë dhe se ajo tani e kupton qartë të vërtetën për të. Fjalët e saj krijojnë një atmosferë të rëndë në shtëpi dhe banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e debatit. Pas një përballjeje të gjatë dhe emocionale, situata fillon të qetësohet gradualisht, por distanca mes tyre mbetet e dukshme. Selina largohet e irrituar, ndërsa Miri mbetet i heshtur dhe i menduar për atë që ndodhi. Kjo përplasje e fortë mes Selinës dhe Mirit ndryshon dinamikën brenda shtëpisë dhe krijon tensione të reja mes banorëve. Të gjithë tani presin të shohin nëse kjo situatë do të përshkallëzohet më tej apo nëse marrëdhënia mes tyre do të mbetet e prishur përgjithmonë.